Elpiniqi Mërkuri do t'jetë drejtoresha e re e Spitalit Psikiatrik të Vlorës. Lajmi konfirmohet ekskluzivisht për televizionin 6+1 Vlora nga burimet të Ministrisë së Shëndetësisë. Po ashtu konfirmohet se këtë të njëjtë Ministri e Shëndetësisë Evis Sala ka pranuar propozimin e drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Bledi Çuçi, për të emëruar në krye të Spitalit Psikiatrik Elpiniqi Mërkurin. Mërkuri është një prej figurave të njohura në radhët e socialistëve, ndërsa aktualisht është kryetare e Këshillit Bashkiak në Vlorë. Ajo ka përfunduar studimet master i shkencave me certifikat ekselence, po ashtu me rezultate të larta ka përfunduar edhe doktoraturën, studime që i ka kryer në universitetet të njohura ndërkombëtare. Mërkuri ka përfunduar studimet universitare në psikologji klinike në Tiranë, ku dekorua me certifikatën e ekselencës në përfundim të masterit shkencor. Më pas ka ndjekur studimet doktorale në Universitetin La Sapienza në Rom, në Fakultetin e Neuroshkencës Klinike dhe Psikiatrike, ku është vlerësuar me certifikat ekselence, si dhe është botuese e disa studimeve shkencore. Ka eksperiencë në administratën publike në sektorin e shëndetit mendor. Të gjitha këto kanë bërë që Komisioni i Ministrisë së Shëndetësisë të vendosë që pas shumë kandidaturave, të cilët kanë kaluar në sit, të emërojë në krye të Spitalit Psikiatrik të Vlorës Elpiniqi Mërkurin. Spitali Psikiatrik i Vlorës Ali Mihali prej gati një muaji është pa drejtues, duke krijuar një situatë problematike dhe ngërç institucional, ndërsa me emërimin e Elpiniqi Mërkurit duket se një prej institucioneve më të rëndësishme të shëndetësisë do t'i kthehet rrjedha normale aktivitetit të tij. Mërkuri pritet të prezantohet zyrtarisht në këtë detyrë brenda kësaj jave ose maksimumi në nisje të javës që vjen. Por ndryshimet në radhët e drejtuesve të institucioneve të shtetit në Vlorë nuk përfundojnë me kaq. Ato vijojnë mëtej. Pas dorëheqjes së Shkëlqim Ramës, Dorina Tahiraj pritet të jetë zëvendësuesja e tij në krye të institucionit të postës shqiptare filiali Vlorë. Tahiraj ka marrë tashmë emërimin dhe pritet që shumë shpejt të prezantohet në krye të këtij institucioni të rëndësishëm. Dorina Tahiraj prej vitesh ka qenë pjesë e ujësillës kanalizime rajoni Vlorë, ndërsa së fundmi ka qenë specialiste auditi pranë këtij institucioni. Me eksperiencën e saj në institucione, por edhe në menaxhim, Tahiraj mendohet që të jetë njeriu i duhur për të marrë drejtimin e këtij institucioni e për ta çuar postën shqiptare filiali Vlorë drejt vijimit të rezultateve pozitive.